Aeroplani i presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili u nis për në Moskë për të marrë pjesë në paradën e fitores për një ulje emergjente në Azerbajxhan për shkak të operacioneve luftarake në hapësirën ajrore të Ukrainës, raportuan mediat proqeveritare serbe. Siç raporton gazeta Informer, avioni i presidentit serb nuk ka mundur të vazhdojë më tej drejt territorit rus për shkak të rreziqeve të sigurisë, përfshirë efektet e sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe mundësinë e përgjimit të avionit në zonën e konfliktit, shkruan Danas. Më parë u raportua se Vučić po shkonte për në Moskë, ku ishte planifikuar të merrte pjesë në një paradë për shënimin e 80 vjetorit të fitores së Rusisë në luftën e dytë botërore dhe të takojë me presidentin rus Vladimir Putin. Kremlini ka publikuar një listë të ftuarish të vendeve dhe udhëheqësve që planifikojnë të marrin pjesë në paradën e diskutueshme të ditës së fitores më 9 maj. Personel ushtarak nga 13 vende pritet të marshojnë nëpër Moskë ditën e paradës dhe të paktën 29 lider botëror pritet gjithashtu të marrin pjesë në këtë ngjarje. Në paradë do të marshojnë trupa nga Azerbajxhani, Bielorusia, Kina, Egjipti, Laosi, Kazakistani, Kirgistani, Mongolia, Myanmari, Taxhikistani, Turkmenistani, Uzbekistani dhe Vietnami. 29 udhëheqës të huaj do të marrin pjesë gjithashtu, përfshirë ata nga Armenia, Azerbajxhani, Bielorusia, Bosnia-Hercegovina, Brazili, Burkina Faso, Kina, Kongo, Kuba, Egjipti, Guinea Ekuatoriale, Etiopia, Guinea-Bissau, Kazakistani, Kirgistani, Laos, Mongolia, Myanmari, Palestina, Serbia, Slovakia, Taxhikistani, Turkmenistani, Uzbekistani, Venezuela, Vietnami dhe Zimbabwe. Përfaqësues nga Korea e Veriut dhe Abkhazia dhe Osetia e Jugut e kontrolluar nga Rusia, si dhe ministra të mbrojtjes nga 31 vende, do të jenë gjithashtu të pranishëm. Çdo vit në 9 maj Rusia mban parada ushtarake madhështore për të festuar fundin e luftës së dytë botërore në Evropë. Ukraina sa kaq ka ftuar udhëheqës dhe zyrtar të lartë të BE-s në Kiev më 9 maj për t'u kundërvënë festimeve të Rusisë, ndërsa më 8 maj festojnë për ditën e fitores në Evropë.